Pse mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës dhe si ta bëni atë të duhurin. Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe ta dëgjoni artikullin deri në fund. A e dini që gjysma e pacientëve të mi, para se të fillonin të konsultoheshin me mua, si e kalonin mëngjesin? Ngriheshin, visheshin, pinin një kafe dhe iknin për në punë, duke menduar se kjo i ndihmonte të flinin më shumë dhe të kursenin kohë. Edhe unë vetë do të kisha dëshirë ta bëja kështu ndonjëherë. Por, si nutricionist, dua t'ju shpjegoj pse kjo praktikë është krejtësisht e gabuar dhe si një mëngjes i mirë mund të ndryshojë jo vetëm ditën tuaj, por edhe shëndetin dhe peshën tuaj. Në këtë artikull do të zbulojmë pse mëngjesi është thelbësor për mirëqenien dhe humbjen e peshës, cilat ushqime duhet të zgjidhni dhe cilët suplement mund të jenë të dobishëm për të nisur ditën në mënyrën më të mirë. Pse mëngjesi është i domosdoshëm? Mëngjesi konsiderohet shpesh si vakti më i rëndësishëm i ditës, dhe kjo nuk është thjesht një frazë e bukur nga reklamat e drithërave. Gjatë natës, ndërsa ju flini, trupi juaj vazhdon të konsumojë energji për funksione bazë si frymëmarrja, qarkullimi i gjakut dhe riparimi i qelizave. Kur zgjoheni, trupi ka nevojë për karburant për të rifilluar aktivitetet e ditës. Nëse e kaloni mëngjesin, organizmi juaj hyn në një gjendje alarmi, duke aktivizuar mekanizma që mund të jenë të dëmshëm. Një nga efektet negative të kalimit të mëngjesit është rritja e kortizolit, i njohur si hormoni i stresit. Kortizoli ka një pikë natyral në mëngjes për shkak të ritmeve cirkadiane, por kur nuk hani, niveli i tij rritet edhe më shumë. Kjo çon në rritje të sheqerit në gjak dhe, për shkak të veprimit të tij katabolik, mund të konsumojë indin muskulor, diçka që askush nuk e dëshiron, sidomos nëse po përpiqeni të humbisni peshë ose të mbani një trup të shëndetshëm. Përveç kësaj, nëse e kaloni mëngjesin, ka të ngjarë të arrini në drejt të uritur të mase. Kjo mund t'ju shtyjë të hani çdo gjë që ju del përpara, shpesh ushqime jo të shëndetshme, dhe të konsumoni më shumë kalori se sa ju nevojiten. Mungesa e mëngjesit mund të çojë gjithashtu në mungesë energjie, lodhje dhe vështirësi për t'u përqendruar gjatë ditës. Në mbrëmje, mund të ndiheni më pak të ngopur duke rritur dëshirën për të ngrënë ushqime të ëmbla ose të rënda, çka e vë trupin në një gjendje mbrojtjeje, sikur të përjetonte një mungesë ushqimi. Kjo gjendje shkakton çekuilibrime hormonale që pengojnë humbjen e peshës dhe mirëqenien e përgjithshme. Sekreti i një mëngjesi të shëndetshëm, proteina. Cili është sekreti për një mëngjes që ju mban të ngopur, energjik dhe mbështet qëllimet tuaja për shëndetin dhe peshën? Proteinat. Studimet tregojnë se proteinat janë thelbësore për të kontrolluar oreksin dhe për të promovuar një ndjenjë ngopjeje të zgjatur. Një mëngjes i pasur me proteina ju ndihmon të ndjeni të kënaqur për orë të tëra, zvogëlon dëshirën për të ngrënë ushqime të pashëndetshme dhe mbështet humbjen e peshës duke parandaluar urinë e tepruar gjatë ditës. Por kjo nuk do të thotë që karbohidratet duhet të eliminohen. Karbohidratet janë të rëndësishme për energji, por ato duhet të kombinohen me proteina dhe yndyrna të shëndetshme për të mbajtur një ngarkesë glikemike të ulët. Për shembull, nëse hani një mollë vetëm, sheqernat e thjeshtë të frutit mund të rrisin shpejt glukozën në gjak. Por nëse e shoqëroni mollën me një kos, ngarkesa glikemike e përgjithshme është më e ulët, duke ju mbajtur të ngopur për më gjallë. Shembuj të mëngjeseve të ekuilibruara. Le të shohim disa ide praktike për një mëngjes të plotë dhe të shëndetshëm. Vezë të fërguara me bukë integrale. Vezët janë një burim fantastik proteinash dhe lëndësh ushqyese. 2 vezë të fërguara me një fet bukë të thekur integrale janë një zgjedhje e shkëlqyer që ju mban të ngopur dhe energjik. Kujdes, mos e teproni me vezët për shkak të kolesterolit. 2-3 herë në javë është një frekuencë e mirë për shumicën e njerëzve. Sanduiç me bukë integrale dhe gjoks pule. Një sanduiç i thjeshtë me bukë integrale, gjoks pule ose ndonjë burim tjetër proteinash të lehta është një opsion i shpejtë dhe i shëndetshëm për ata që preferojnë një mëngjes të kripur. Kos grek me drithëra dhe fruta. Për ata që duan një mëngjes të ëmbël, provoni një kos grek pa yndyrë me një sasi të vogël drithërash integrale dhe një frut, për shembull, disa kokra boronic ose një fet mollë. Shtoni 10 gram bajame ose ara për yndyrna të shëndetshme dhe një dozë shtesë ngopjeje. Kujdes me sasinë e frutave, një frut i vetëm është i mjaftueshëm për një mëngjes sedentar. Suplementet për një mëngjes optimal. Përveç ushqimeve, disa suplement mund të jenë të dobishëm për të plotësuar mëngjesin tuaj. Multivitaminik me çlirim të ngadaltë. Një multivitaminik cilësor mbështet sistemin imunitar dhe ofron veprim antioksidant. Zgjidhni një version me çlirim të ngadaltë për të siguruar që vitaminat e tretshme në ujë të mos eliminohen shpejt nga trupi. Acidi lipoik. Ky suplement ndihmon në rregullimin e depozitave të glukozës, favorizon masën muskulore dhe mbështet humbjen e yndyrës. Është një aleat i shkëlqyer për ata që duan të përmirësojnë metabolizmin dhe të kenë më shumë energji gjatë ditës. Këshilla përfundimtare për një mëngjes të suksesshëm. Mëngjesi është themeli i një stili jetese të shëndetshëm dhe një rrugëtimi të suksesshëm për humbjen e peshës. Ja disa këshilla përmbyllëse për ta bërë mëngjesin tuaj të përditshëm një zakon të dobishëm. Hani mëngjes çdo ditë, edhe në ditët e ngarkuara, sigurohuni të hani diçka të ekuilibruar, qoftë edhe një opsion i shpejtë si kosi me ara.
Bëjeni të larmishëm, ndryshoni zgjedhjet tuaja për të shmangur monotoninë dhe për të siguruar një gamë të gjerë lëndësh ushqyese. Përfshini proteina. Proteinat janë çelësi për ngopjen dhe kontrollin e oreksit. Kombinojini me karbohidrate komplekse dhe yndyrna të shëndetshme për rezultate optimale. Shmangni sheqernat e thjeshtë, zëvendësoni kroasantet dhe lëngjet e ëmbla me opsione më ushqyese për të mbajtur të qëndrueshme glukozën në gjak. Filloni rrugëtimin tuaj të shëndetshëm. Nëse doni të ndërmerrni një rrugëtim ushqimor të personalizuar, mund të më kontaktoni për një konsult pa angazhim. Është e rëndësishme të flisni drejt për drejt me një nutricionist për të kuptuar nevojat tuaja specifike dhe për të vendosur nëse një plan ushqimor i personalizuar është i përshtatshëm për ju. Mëngjesi është vetëm fillimi, një stil jetese i shëndetshëm fillon me zgjedhje të vogla, por të qëndrueshme çdo ditë.